Edhe unë bashkë me grupin duke u përgadit, duke mundu me bë sallën sa ma bukur, sa ma kreative për studentat, edhe shkon ora 7:20 edhe nuk vjen asnjë person. Edhe me thonë drejtën pak jo mërzit në ato momente, edhe e di që kam shku tek dera poshtë, tek dera e hyrjes së qendrës ku ne i mbajmë takimet, edhe veç kam pyet Zotin për një moment. Kena bo kaq shumë punë për këto 2 ditë, kena nda kaq shumë ftesa, pse të paktën nuk po vjen veç një person, nuk po kërkoj prej teje më sjell turma të mëdha studentave, po të paktën veç një person. Edhe në ato momente isha pak nervoze me që nuk erdh askush, edhe veç kam fillu prap me u lut në ato momente, edhe di që kam thonë Zot, të lutem, a mundesh veç një person me sjell sonte, nuk po du kur gjo ma shumë. Edhe jam largu prej derës, kam dash me shku me marrë do ujë, edhe veç e kam një derën që është hap. Edhe kur e kam pa një vajzë, për një me nuk kam besu që ka shpejt mora një përgjigje dhe ka shpejt erdhë një studente.